cilat janë të metat që nuk duhet t'i ketë një kurban? Profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith ka përmendur 4 lloje të metash. Kafsha që do të pritet kurban nuk duhet që të jetë me një sy. Pra, nuk duhet që nëse ajo shikon vetëm një sy, dhe dallohet qartë që shikon vetëm një sy, pasi syrin e ka të dalë, syrin që e ka të dëmtuar, me cilin nuk shikon e ka të dalë, ose e ka të shkullur nga vendi. Kjo nuk vlen pritet për kurban. Ndërsa nëse syrin me cilin nuk shikon e ka në vend, dhe nuk dallohet që ajo është me një sy, nuk prish punë, mund pritet për kurban. Nëse është qorre, nuk shikon fare, akoma më keq, nuk vlen pritet për kurban, nuk diskutohet. Kjo është e para. E dyta, të mos jetë e smurme, mos ketë smundje të qartë. Për shembull, nëse kafsha nuk ha, nuk pi. Kjo dallohet që nuk që është e smurme. Po kështu nëse ka një smundje të dukshme. Nëse ka një smundje të lehtë, nuk dallohet, nuk prish punë. Të mos jetë e çal. Nëse çalon pak lehtë, po ecën me tufën, dashi ose delja, nuk prish punë. Ndërsa nëse çalon deri në atë pikë sa që nuk ecën dot me tufën, ka mbetur, atëherë nuk vlen të pritet për kurban. Dhe e katërta, të mos jetë shumë e dobët, të mos jetë shumë e vjetër. Ai sa mos ketë kocka palc. Nëse është shumë e dobët apo shumë e vjetër, përsëri nuk vlen të pritet për kurban. Këto janë 4 llojet e tmetave që s'duhet të ketë kurbani. Ndërsa kështu përmendet në hadithin e Bara ibn Azibit radhiyallahu anhu. Ndërsa nëse ka mangësi ke veshët, i ka të prerë veshët ose ka të shpuar veshin, s'prish punë. Po kështu nëse ka të kputur brirët, nuk prish punë, apo i ka të prerë brirët. Po kështu nëse ka të kputur bishtin, nuk prish punë, nëse janë tharë gjinjët apo njëri nga gjinjët nuk prish punë, nëse është qethur leshi ose i ka rënë leshi apo një pjesë e leshit, nuk prish punë. Pasi këto nuk janë përmendur si tmeta në hadithe të sakta. Mirpo më e mira është që baktia që do pritet për kurban të mos ketë asnjë mangësi ke syt dhe as pak cen ke veshët. Mirpo kjo e fundit që lidhet me veshët nuk është detyrë. Edhe nëse ka ndonjë mangësi ke veshët, i ka të shpuar të prerë, nuk prish punë. Po më e mira është që të mos ketë asnjë tmet, asnjë cen ke veshët, i ketë veshët pa prekur.